demokracisë. Tek prishja mes ose mos kandidimi, ose nëse mo themi tani prishja këtij binomit, si që është quajtur, domethënë që vendi kishte një binom, tani kemi me pak të binomin aktualisht. Mendoj që ka qenë rivaliteti mes zotrit Kurtit dhe zonjës Osmani, për shkak të aktiviteteve të saj, kohëve të fundit, domethënë vizitave ose takimeve me presidentin amerikan. Besoj që kjo mund të ketë qenë një prej shtytjeve kryesore që kohëve të fundit më presidenti Osmani nuk ka qenë një figurë në cilën vetëvendosja mund kalkulonte që është një president që nuk i thot tamam jo në mënyrë të qeverisë, ose është siç ka qenë disa, sidomos vitet e para të mandatit si presidente, pothuajse ka qenë, ka thënë edhe vetë presidenti Osmani që ne jemi në vijim me zotrin Kurtin, dhe viteve të fundit ka pas një ndryshim, dhe ndoshta ky ndryshim është pa nga zotri Kurti si një lloj rivaliteti që në tarmën mund t'i kushtojë, ose mund t'i sjellë probleme qeverisjes nga vetëvendosja, edhe pse i ka 51%, dhe kjo besoj ka qenë arsyeja, edhe një arsye tjetër ndër të tjera mund t'jetë edhe ndoshta mungesa e vullnetit të listës Guxo, që t'jenë këmbgulës, edhe pse brenda vetëvendosjes nuk është pa një këmbgulësi e tyre që ata janë, edhe pse këtë listë ka kriju vetë zonja Osmani, që ata janë pro kandidimit të zonjës Osmani, dhe besoj kjo mund të ketë qenë pastaj një shtytje tjetër, pse nuk është kandiduar. Mund të ketë pasur, profesor, eventualisht ndonjë ndikim edhe pjesa e raportit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, sepse së fundmi ai në një deklarat tha se nuk ka ndërhyrë asnjëherë në politikën në Kosovë, pavarësisht se nga Kosova ndërhyrjet kanë qenë çesharake këtu në Shqipëri. Tani për ndërhyrje, edhe në rast se ka ndërhyrje, nuk është një lider e pranon që ka ndërhyrë në një vend tjetër, sepse nuk është përputhje as me drejtën ndërkombëtare, as me etikën politike. Kemi pas ndërsa rastin e ndërhyrjeve nga Kosova, do të thoja me marrjen pjesë në zgjedhje në mënyrë të vetë krijimit të lëvizjes vetëvendosje në Shqipëri, ku i marrën pak vota ndoshta e kështu me radhë, ndërsa për afrimi i fundit që akuzohet në mënyrë nga ata që janë kundër zonjës Osmani me zotrin Ramën, ndoshta mund të jetë një prej shtytjeve, po më shumë po përdoret si një lloj penalizimi, do të thoya, ose një lloj narrative që kënë se zonja Osmani është më afër me kryeministin Rama, është më afër me Vučićin e kështu me radhë. Më shumë është narrativ, do të thoya, se sa një lloj afërsie cila mund t'i prishte raportet në këtë binom, domethënë mes këtyre dy figurave, si duke zotri Kurti është interesuar për një president që do t'jetë sikurse presidenti Osmani në 4 vitet e para, do thoya, siç ka qenë presidente. Pra për të shkuar më tepër cilësoni vijës së Kurtit? Normalisht, domethënë në bazë të vijës, ajo dhe tani si duket se në bazë nëse shihni intervistën në syri.net, domethënë doli me deklarata 3 ditë para, tha që janë ambicie të rrezikshme ose kështu diçka i quajtur, domethënë njerëz të rrezikshme, ndërsa pas 2-3 diteve në intervistë tha që siguron të propozohesha për presidente, do të vazhdonte çdo gjë në rregull, dhe si ka mundësi që të vazhdoj, domethënë në shkarje e madhe logjike kjo. Si ka mundësi vazhdon në rregull çdo gjë me diçka që para 3 ditë e konsideron që është e rrezikshme. Unë përgjithësi mendoj që si presidente nuk e ka përmbush pritjet e veta kushtetuese për të qenë mbi partitë politike, për të mbrojtur kushtetueshmërinë, për të mbrojtur fjalën e lirë, për të qenë një zë qytetarit të papërfaqësuar, do të thoja, në politikë siç i kërkohet president, dhe bazë kësaj besoj që ndoshta lëvizja vetëvendosje ka bërë mirë që nuk e ka propozuar për presidente, por problemi është që këtë do të propozoj tani. Nuk besoj se do ta propozoj dikë që vërtet intereson ta mbroj kushtetueshmërinë, por do të propozoj dikë se do të përpiqet ta bëj dikë president që i shkon për shtati